Ka thonë Rasulullah alayhi salam, mos e shani shejtanin, se nëse e shan shejtanin, thot Muhamedi alayhi salam, ai zgjenohet dhe bëhet sa një kodër. Ama çka duhet me bë? Duhet me lut Allahun me të ruajt prej shejtanit. A di pse po ta them këto musliman? A ke pa ata njerëz që e pasojnë shejtanin? Ata me bë me isha, me nguc, me shame. A ke pa që zgjenohen? Edhe e hapin situatën, edhe zgjenohen, thotë që këtë situatën e kanë në kontroll. Do të thonë, nëse shejtani zgjerohet kur të shan, i doke që të është i mrita, kë më marr me mua. Edhe pasues të shejtanit zgjerohen e ndjen veten sigurt kur ti fillon me isha ata. Kështu që kur mos e shaj shejtanin, as mos i shaj pasues të shejtanit, por shkak se kur ti në luftë me ta mosha, ajo është betejë aty në Allah. Ti aty hub, ti zin as kam janis. Ti halapa që lgojnë, a i nxjerr 300 shame pe gojës tina, se ti si mësun atë luftë, ti e hub atë luftë. Do më thonë, nëse ti rokesh me pasusin e shejtanit, me të shame, a i për ty është si një kodër, ti e kurgja. A ka thonë Muhamedi alayhi salam, e nëse e lutë Allahon me të ruajt për shejtanit, shejtani bëhet sa një thërmije vëcër, edhe pasues të shejtanit bashkë me ta bëhen sa një thërmije vogël. Do më thonë, kur mësorrak me pasues të shejtanit, me të shame, me të fyme, ajo është betejë tyne, ata janë triumfues da, ti zgjedhë gjithmonë strehimin tek Allahu për me të ruajt për shejtanit.